Atëherë i kthehemi në këtë minutazh të fundit me dy pyetje kryesore. Do ta parë një u vendos, u vulos fati politik i Iron Veliet sepse ai nuk do jetë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Sona, sa më shkurt të lutem. Siç ta kanë thënë dhe herën e shkuar, është për mua është i eliminuar politikisht, thjesht kryeministri Rama po e mban agoni politike deri në 11 maj, ti vjel dat frut që mund t'i vjel nga çfarë ai ka lënë pas dhe pastaj do të kemi një ndarje përfundimtare të tij në politikë se nuk më duket që ka ikur për një rrugë shkurtër. Është rrugë e gjatë që do i doj shumë kohë dhe politika nuk pret aq gjatë që ti të rifitosh. Për shembull, rekursin në gjykatën e lartë sa kohë mban? 45 ditë. Mund të japë një përgjigje shpejt gjykata e lartë për shkak? Po të varet edhe nga ngarkesa që kanë, sepse ka dhe radhë aty. Nuk ka kështu ka dhe kursi shpejtësie. Po te kursi shpejtësisë det para gjykimit ose pse doli kaq shpejt, sepse kështu sepse ka dhe si rregull i bi që dali shpejt sepse është ma sigurie. E njëjta pyetje, fakti është për shembull, rrezikohet fitoria e Partisë Socialiste në Tiranë nga mungesa e Veliet? Apo janë marrë masë për zëvendësimin e fuqisë? Po kjo u pazhe që kur zoti Rama e zëvendësoi me 3 kamalec të tjerë. Po publik po flas. Po unë them që atë me që the u fa, po them dhe unë po jo, në rregull. Të 3 kamalecat që janë vënë, nuk vlen sa Iron Velie, mendoj unë. Ka të drejta për këtë fjalë. Po sigurisht. Ti mendon që energjia Iron Velie krahasohet me Orgreta Manasilion? Shiko, po nuk është... A ti mendon që energjia e zonës Piropari... Jo, energjia e Edi Ramës po në kryet listës Tiranës. Po mi pa Edi Rama është një tjetër, po flasim për këto kamanecat. Edi Rama nuk është kamanec. Kamaneca është kryet listës Tiranës. Po të lisë për kamanec... Po me që thamë se unë ato e në zoja nderura. Sigurisht që Erioni ka patur një potencial shumë të fort edhe për shkak të punëve që ka bërë në Tiranë, edhe për shkak të eksperiencës që kishte krijuar dhe karrierës shumë të mirë që kishte në Bashkinë e Tiranës, por edhe për këtë faktin që Erioni ishte kthyer në një mbas edhe për një rrezik për të qenë një lider në Partinë Socialiste. Dhe lufta që Erioni bëri ose fushata që Erioni nisi, mbase unë mendoj që ishte pak më herët, sepse e nisi nga dyert e Spakut. Dhe duke qenë se Erioni e ka këtë pozitë ligjore në kundravajtje, le të themi, me çdo parim tjetër që ka Partia Socialiste, ne duhet të themi që Rama i fiton zgjedhjet, jo vetëm për shkak sepse Erioni iku tani, sepse Rama si ka ikë dhe të tjerë, zhe. I ka ikur teoria konspirative që thoshte që kryeministri do mërzitë me Ramën, do punon kundër Ramës, të bija atë. Nuk ka asnjë grupim sot në PS që është për Veliajin dhe kundër Ramës. Po që ka 9 deputet më tani këtu e keni. Janë prap listë hapur Ozhej, po luftojnë për veten e vet. E keni haruar të skenarë që nuk i kemi haruar. Ata që fleti janë gjithë listë hapur, janë sot më të motivuar se kur të mbijetojnë personalisht për vete dhe për Erion Veliajin. Kështu që ata nuk janë rrezik elektoral për Edi Ramën, janë shtys për Edi Ramën. Jo, po në rregull, por kjo është gjë shumë interesante se ai nuk ka lënë asnjë. Nga emrat e Erion Veliajit, ai nuk ka lënë jashtë listës asnjë. Po bite, nuk merrte këto maksimume. Nëse ngelet në fuqi, ajo ideja ose teoria konspirative që Erioni, Xhafa edhe disa personazhe të tjerë brenda Partisë Socialiste kishin përgatitur puçin për kryeministrin Rama, atëherë pastaj nuk e di nëse elektorati apo njerëzit më të ngushtë të zotit Veliaj kanë qenë në dijeni të këtij puçi dhe kanë aftësinë e tyre për të krijuar probleme për fitoren e Partisë Socialiste. Shumë mirë bëre që e kujtove këtë, por mesazhet publike të Erion Velis janë mesazhe publike mbështetëse për Ramën, tani se pa doan ai. Atë na tregon ne. Sepse puçi nuk është i dukshëm. Puçi është në atë gjendje që ai është. Shiko, kur puqisti ndëthoj za është të burg, s'ka qa unë vetë më. Jo, ai ende shpreson që mund të rikuperohet, kjo është çështja. Më një të mbarë edhe mua, po jam në emisionin tim. Më falësh. Jo, më s'ka problem. Një njeri i cili është në pikën më të keqe të mundshme, që as të ëndër më të keqe nuk e ka pas, në burg, mendon që, sipas duke djegur linjën imagjinare konspirative, do bënte një apel të thoshte që po më unë partia ime më futin burg. Ka konspiracion segmentet qeverisë me Spakun dhe Nesti Angoni
është filane ose filane. Apo, dhe a i mund të bënde këtë gjë për të shpërthyer nga burgu një lëvizje alternative politike. Kjo s'ka ndodhur, kjo s'ka ndodhur, do thotë që gjitha teoritë konspirative janë shkyrë, s'ka. O ka fituar Rama gjithandej, o s'paska, gjithë kjo paska që një tunë mbase, që e kanë shqitur dhe ndoshta dhe Rama, dhe i kanë prisën punë. Ate, Meçe, e ardhmja politike e Erion Veliajt, nga njëra anë dhe dyta, dua të analizoj, do t'ja bëjnë qikë më tepër minutazh dhe Maria, se ka hedhur një test që thotë që agenturat e huaja duan destabilizimin e Shqipërisë dhe kanë infiltrimet e tyre, kanë kontaminuar spakun. Po filloj një nga e ardhmja politike e Erion Veliajt. Meçe. Kisën e frega për Erion Velin. Si? Kujti plasi për Erion Velin? Du të kuptoj një gjë dhe unë që në fillim e ndërtova kauzën, po nuk arrita do të shpjetë dhe në fund. Partia Socialiste nuk funksionon me individ. Partia Socialiste ka një ramë dhe pastaj ka një 2-5 që i zvendosë si kuklok në gjdo kohë, në gjdo vënd, dhe ta marrin një mision të kryen një detyrë, bëjnë detyrën, e kryen detyrën i mbaj Rama. Se kryen detyrën, fillon një heq Rama. Dhe ajo që do të lexohet tek Erion Velia është, a e ka kryer në kaq kohë detyrën si kryetar bashkie, kjo ka për të mbetë Erion Velia. Pjesa tjetër, nuk ka Nesi Andoni. Nesi Andoni është prodhim i të gjithë atij grupimi të cilët ndërtuan gjithë të skem për të ngritur një vepër penale për Erion Velin. Është shumë e rëndësishme, thash që në fillim, për ta theksuar dhe për ta fiksuar. Në qoftë se nuk do ishim bërë fare këto regjistrimet që po diskutojmë, do të mbajë në burg Erion Velia apo jo. Dhe për mua kjo ka më tepër rëndësi, jo kjo pjesa pasaj që u bën këto shtesat, të cilat argumentuan që ky është njeriu më i rrezikshëm në Shqipëri që na shkatërroi çdo gjë. Se kjo është logjika e këtyre provave të reja. Po për mua nuk ka rëndësi kjo. Unë të kemi një Erion Velia i cili pas ka gjithë të potencial nga burgu të bëj puç drejtësisë, unë them prisë që ka i fuqishëm ky, nuk është ky. Aq më tepër në kushte burgu. Prandaj të ngrem provat e reja, ato që decizuan vendimarrjen e gjykatës, për mua është heroizimi i Erion Velis. Për mua problemi është ky person e ka kryer apo jo veprën penale për të cilën ne të gjithë si qytetarë sot, ne të gjithë si qytetarë jemi të interesuar dhe duhet të informohemi saktësisht e ka kryer apo se ka kryer. Për mua më intereson, është vjedhës apo s'është vjedhës. Për këtë vepër penale. Në qoftë se diskutojmë për tjera, hajtë i marrim gjitha me radhë. Por tashmë kemi objektivin e qartë. Dhe çudit në këtë Shqipëri zgjathin edhe gjyqi që u bë dje, pas 2 ditësh do harrohet Erion Velia si sharuar Ilir Bet, në këtë gjyqë gjithë tani të flitet? Fare. Fare. Tani kam dëgjuar ti se do tani nga burgu. Tani janë këto proceset e këtyre kandidatëve dhe pastaj do të harrosh. Të ardhmja politike ti the ku di plasi. Po nuk kam, shiko tani, ardhmja politike Erion Velis. Erion Velia, të ardhmën politike, e kam mbyll sepse nuk do jetë më kandidat për kryetar bashkie se ligji. Okej? Kush është karriera e tij? Karriera e tij është e lidhur absolutisht me këtë që po debatoj gjatë gjithë kohës. Ore vërtet e ka bërë këtë vepër penale Erion Velia dhe këtë nuk po e marr unë apo absolutisht qartë. Ne kemi 2 ditë që po merremi, janë bërë regjistrime, si janë bërë regjistrime. I ka bërë mos e i ka një gjykata, ja ka një gjykata, është e mbyll ky proces. Po çështja është, ai po mbajt burg për regjistrimet apo për vepër penale që ne pretendojmë. Ktu është ndarja. Kjo është ndarja e ri aty. E bëre ndarjen, edhe dhe Maria, ti hedhur një test që thuhet që agenturat e huaja duan të destabilizojnë Shqipërinë nëpërmjet rekrutimeve që kanë bërë në element caktuar në SPAK. E ke patur teori konspirative apo ke konkrete? E ngresi pikpyetje. Si pikpyetje? Duke pa gjitha veprimet që i bën me Erion Velin, duke pa dhe lajmet që kanë dalë në media këto ditë që prokurori ka qenë familja e ti në Greqi, që nuk ka se të keqe, se janë miliona shqiptarë, kanë ndërru fen, janë bo ortodoks, janë bo grek të deklarum, e drejta tyre prap. Dhe ky ka shku një kurs 3 mujor në vitin 93, ku kalon shkollën për 3 muj për shku për një kurs filozofie, asfalia, që mund të këtë jene e kurse, nuk di kurse 3 mujore filozofie, dhe
duke pa situatën politike në Ballkan dhe Morgjër, gjitha zhvillimet që përno. Katapultohet në sistem në mënyrë paligjshme, thuaj, se kjo është shumë rëndësishme. Katapultohet në sistem në mënyrë paligjshme. Do të thënë, mbasi i shef gjitha këto, po shef dhe një dinamik katapultohet në mënyrë paligjshme, a mos kemi një segment dhe duke pa gjitha ngjarjet, veprimet e opozitës, duke fillu që me Bejlerin e kandidimin e tij në marrjet historike dhe si që i kemi qarta gjithë, mendoj që i është bëhë kjo punë për të godit qeverinë aktuale për qëndrimin që ka me Greqinë, që i acaroj dhe Rama më shumë me vizitat e tij, dhe për mos të pas fuqi Rama. Ka vetëm 1 minutë dhe jap. Dhe ajo tjetër është edhe qëndrimi që po man double standard, ajo që thash, që folim dhe për këtë intimidimet. Po si, ky intimidoka, kurse ky tjetri i kërcënon, Berisha i kërcënon organizatë kriminale, dhe o shkri gjakun. Kjo është dakord, double standardit që tjetër nuk ka lidhje me... Mi pa gjitha këto, po t'i fuzim, a kemi drejt ngrejmë pikpytje, a ka drejt ky t'i sqarojt gjitha këto pytje që janë nërejt nga media? Oke. Ka Muço, ka teorikisht mundësi që një agenturë, disa agenturë tuaja të kenë piketuar dhe të kenë rekrutuar persona në SPAK? Ka interes? Zotëria për fletë për Greqinë? Po, e ka të Greqia kërështë? Greqina, Italina, kush mund tjetë? I ka shërë... Si pas sistemit ndërkombëtar të 5 syve, sistemit inteligent, ne bëjmë pjesë në ato lloj institucionesh inteligente që kemi partneritet me të gjitha organet e tjera homologe që janë kuadrët NATO-s. Edhe EYP grek është pjesë e institucioneve partnere në kuadrët NATO-s, pra që ndihmojmë njëra tjetrën. Pra nuk jemi vende jo mike, jo partnere, që të shikojmë mundësinë e veprimeve armiqësore, destabilizuese e kështu me radhë. Pse? Sepse prishet një regjim i tërë ndërkombëtar juridik që ka vendosur këtë balancë. Tani këto 5 sytë apo 5 eyes, mos janë bërë 4 eyes tani? Mos janë bërë 4 sytë? Jo, 5 janë, ka ngelur 5 akoma, madje... Rezikohet bën 4? Se së fundi, së fundi ka pasur komunikim... Britanikët shumë thanë që rezikohet bën 4? Jo, ka pasur komunikim të vazhdueshëm. Ato nuk shuhen kur. Apo shkelje syri? Edhe në gjendje lufte, ato nuk shpërbëhen. Faleminderit Kajo Muço, faleminderit. Një minutë, se duhet ngjarjet e votimit të Bejlerit na vunë në dyshim këtë pesë, sepse kur është bërë votimi në kohën e Bejlerit, në himar kanë qenë disa oficerë të shërbimit, të cilët bënë rekrutime dhe bënë ca gjëra tjera atje. Dhe ajo teoria e princit, Machiavellit, ajo është e përjetshme dhe jo 5 syje, dhe jo 5 sy, po dhe 120 sy të kenë. Ajo Greqi ka jetuar në këtë komunitet dhe në këtë ambient falë Kalitrojës. Faleminderit Nese, faleminderit Maria, faleminderit Mos e shikoni Grekun si armik këtu. Nuk e shohim si armik, më themi qartë Allah, shërbim. Debati vazhdon, emisioni mbyllet. Miropafshim në emision arshëm.